keni komuniku diçka me atë grabicin që ju e quani grabetës? A keni ndru fjallë? A keni ndru fjallë me grabicin? Vetëm telefonin kur ma ka kërku. Nuk, vetëm telefonin. Kërkon 100.000 tavas. Vetëm telefonin ju ka kërku grabicin? Jo, fillimisht paret, po kur... Fillimisht ju ka kërku paret? Këtë senet ta qëtni. Këtë senet ta qëtni? Edhe unë i thashtë të do t'jep këtë qaki për pare kësha fjallë. Për pare kështë fjallë. Ju në mbrojtjen e juaj të bëna këtë gjyka, keni deklaru se, keni mendu se grabici do të marrë veturën e ju. Për ato edhe ke dorë për veturës, edhe ja ke lëshu vendin, a është kështu? E ke lona dhe qelësin në vetur. E ke lona dhe qelësin në vetur. Po, a i thua djeri donës e këmë da vetura? Po, i këmë thonë suedisht. I ke thonë suedisht? Rapo pas një grabici shkoj drejt e tek drejtoria pasagjerit, ashtu ka? Keni tonë, po? Të dira pasagjerit. Të dira pasagjerit. A ka provu me dollë të kjo, se zakonisht grabica dollin ka shoferi, se shoferi ka pak... Jo. Nuk ka provu me dollë të. A keni pas mundësi me lëviz veturën, me qenë se keni thonë që grabici ka dollë pa prit masë, ju keni qenë në veturë, dhe a i ka qenë tonë, apo? Po, mes rrugës. Mes rrugës. A keni pas hapësirë në njërën apo anën tjetër të i kaloni? Hapësirë këm pasur me të i kalu me shkel ato, këm pasur po në atë moment lirgona ka bërtit nalo, edhe unë e këm nërë veturën. Keni pas hapësirë të anashkalloni grabicin, po liridona ka thonë me ndonë. Po edhe në moment shok atë një. Ka qenë moment shoku dhe nuk keni di shumë. Ajo tha nalo në nërë. Vendimi ka bunë, po shtë ndu. Nuk më ditë si me vepru në dush. Nuk keni ditë si me vepru në dush. Sa me ka late kënë të qurë krisa. Sa mirë? Po. Po, unë e kom qenë tipu 20-30 metra, lërë kërë ka kristinës. Po, kur ka përsi po? Besoj 20-30 metra. Po, gjatë pasaj po, sa i keni marrë të qenë duke ikë me fëmijë. A ke këthy ndë njëherë kokën pas me po ashtë i ridona? Nuk e keni këthy kokën pas me po ashtë i ridona. Dhe kur kemi dëgju Kristin, kemi vazhdu me në atësh. Edhe por e keni vazhdu? Po, sepse më mendova... Nuk e ke këthy kokën fare? Jo, sepse mendova që është në drejtim tonë ka gjuhë.